Si është një ditë tipike e jotja Gaz në SHBA, një imamit, si është një ditë tipike një imamit në një që drejton edhe një qendër? Tani këtu ti besoj e di që pavarësisht profesionit që ke, ai që është prind sidomos, ka dhe detyrën e shoferit, edhe pastaj vazhdon tek punët e tjera. Mi shpërndaf Edhe në thoj shkolla. me shpërndaf për shkolla, në për kurse, në për sporte, edhe jo tashmë është pjesë e çdo prindi dhe në 2026, në shekullin 21, mendoj se një prej roleve më të bukura që mund luajë një fetar është të jetë një familjar i mirë. Të japi, ta mbaj gjallë këtë pasurinë e të pasurit një familje, se sa e rëndësishme është që i riu të martohet, që të mbaj fëmijët, që të edukojë, që të arsimojë. Dhe kjo besoj është një prej begative më të mëdha që shoqëri kemi fëmijët. Dita tipike, unë jam edhe drejtori i një shoqate këtu, dhe njëkohësisht punoj edhe si imam tek qendra shqiptare. Këtu imamët në Amerikë kanë edhe punë administrative, ku organizohet administrativisht një qendër, më shumë flas për North Islamic Community Center. Ka edhe punën e, le të themi, nuk do të themi psikolog, po këshillimi është pjesë e rëndësishme e çdo kleri fetar në Amerikë. Tashmë klerikët përgjithësi kur trajnohen marrin edhe mësime këshillimi. Ku në një botë ku njerëzit punojnë shumë, kanë trysnitë jashtëzakonshme nga format nga më të ndryshmet, këshillimi mbetet i rëndësishëm. Kemi takime me besimtarët, organizohen fundjava shumë e dendur. Besoj në çdo vend tashmë shumica e aktiviteteve bëhen në fundjavë, premte, shton, diel, sepse atëherë është dita ku njerëzit mund të vinë, mund të marrin pjesë. Gjatë javës relativisht është pak më i qetë në aspektin e tubimeve masive, janë më shumë takime të vogla. Është ditë le të themi e dendur, jam me fat që jam në një punë që takohem me njerëz, flas me njerëz. Nuk është e lehtë,